Ledioni e surprizoi Rozanën me një letër nga partneri i saj. Rozi, në marrëdhënien ton, ti më mund bindshëm me fjalën, por sot më takon mua të shkruaj edhe pse nuk është sporti im. Do ta përmbledh shkurt që të limtjoj sa më shumë dëmër. Mos të shkruaja, i binte të braktisja tani që je mirë. Imagjino pastaj me të keq. Ti ke dhunti apo instinkt guximtari. E për çfarë ke bërë, s'ke pasur kur nevojë të pyesësh njeri. Ti e di përgjigjen më mirë se çdo kush. Fati i ndihmon guximtarët. Ne e kemi mbështetur pa kushte njëri tjetrin dhe do të jetë gjithmonë kështu. Shënim, shihemi pas festës, shkruaj në letrën për Rozanën nga partneri i saj, e cila u lexua nga Ledion Liço. Rozana Radi tha se kjo ishte letra e parë dhe unë ja premtoj që ne do bëhemi prindër, sido që të jetë, u shpreh Rozana. Megjithatë, vëllai i madh kishte një surprizë për banoren. Sonte dua të them që Tapu Channel do të mundësoj ty të gjithë trajtimet në mënyrë që me shpresë të madhe, mbase që vitin tjetër, kur unë të jem duke bërë Big Brother, të më vi një mesazh nga ty dhe do më thotë që, hey, ja dolëm. Ishte komunikimi i Ledion Liços për banoren.